Rrugët ilegale në veri të Kosovës filluan të mbyllen pas dyshimeve të institucioneve të sigurisë se po hynë armë ilegale dhe grupe serbe që mund të zënojnë sigurinë e vendit. Zëvendës drejtori i Policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, ka deklaruar se janë mbi 20 rrugë ilegale që janë mbyllur deri tani në afërsi me territorin serb. E fundit është edhe rruga e cila të çon drejt kufirit me Serbinë e quajtur Reka e Banjskës, e cila deri tani është përdorur si rrugë dytësore për kontrabandues nga Serbia. Për ta parandaluar atë, Policia e Kosovës ka filluar bllokimin e saj. Kujtojmë se kjo rrugë në vitin 2023 shërbeu si rrugë ku kaloi edhe grupi terrorist i sulmit në Banjska, në krye me cilin ishte Milan Radojčić. Për rrugët ilegale, por gjithashtu edhe për ngjarjen e rëndë në Vushtri, do të kemi një komunikim drejt për drejt me gazetarin Venar Isufi. Venar, të përshëndes, faleminderit që gjete pak kohë. Paraprakisht doja të dija detajet më të fundit për sa i përket vrasjes së 42 vjeçares. Dim që ishte një punonjëse pra një dyqani, sipërmarrësja apo pronari i dyqanit e ka vrarë atë, më pas edhe veten. A ka detaje të reja çfarë ka shtyr personin për të kryer diçka të tillë? Ajo çfarë kemi mësuar tashmë sot në fakt, është se në vetur kur kanë shtënë i dyshuarin në fakt i cili ka bërë vetvrasjen në drejtim të ish-punonjës së tij, me të cilën ka punuar 8 vite në një biznes të tij furbuke. I njëjtë në vendin e ngjarjes ka qenë edhe një grua dhe një fëmijë. Pra aty kanë parë gjithçka. Pra në vendin e ngjarjes ka qenë edhe një grua të cilën në fakt edhe në drejtim të saj është shtënë, por që e njëjta fatmirësisht ka shpëtuar, por që djali i viktimës, pra fëmia në fakt i viktimës ka parë gjithçka, e cila në fakt fëmia i 42 vjeçares, e cila ka parë gjithçka në vendin e ngjarjes dhe është një detaj i fundit të cilën kemi arritur të mësojmë, sidomos nga burimet brenda familjes të ndjerës, të cilët edhe sot e kemi parë që kanë qenë në një gjendje jo të mirë shëndetësore, sidomos bashkëshorti i saj, me të cilin edhe pak kemi biseduar, dhe i njëjti pra është në një shok, nëse mund të them ashtu, rreth asaj se çfarë ka ndodhur, sepse i njëjti nuk është duke besuar se bashkëshorti i tij është vrarë. Normalisht që reagim ka pasur nga djali i saj, i cili është një futbollist në një ekip të futbollit në Mitrovic, i cili edhe ka reaguar pastaj dje gjatë ditës, kështu që janë detaje të fundit të cilat ende në fakt ne po presim të marrim më shumë informacione se çfarë ka mundur ta shtyjnë personin i cili e ka kryer këtë vrasje, por ajo çfarë na thonë familjarët e viktimës është se e vetmja arsye mund të jetë pra kjo xhelozia që ish-punëtorja pra ka ndruar vendin e punës, ka shkuar me një furbuke tjetër për të punuar dhe pastaj i dyshuari e ka përcjell vazhdimisht gruan, pra 42 vjeçaren, dhe pastaj ja ka bërë pritjen ku edhe ka ndodhur tragjedia, pra një ditë pas asaj ku u vra një 19 vjeçar në Vushtri. Venar, cila ka qenë marrëdhënia midis ish sipërmarrësit dhe punonjëses, e cila duket se ka ndryshuar pra vendin e punës, a është ankuar ndonjëherë ndjera 42 vjeçare pranë familjes për ish punëdhënësin e saj?